Në ditët e sotme, ka shumë pak qëndistar për të prodhuar kostume tradicionale të Gjirokastrës. Eli Zhulati është një ndër të vetmet në këto qytet që e ka ruajtur traditën prej vitesh. Që fëmijë, ajo ka nisur të punojë materiale të vogla, e më pas elemente të rëndësishme dhe me më shumë vlerë për kulturën shqiptare. Kërkesat e vazhdueshme për një kostum tradicional gjirokastrit kanë bërë që ajo të përqendrohet plotësisht në këtë zanat, për të cilin thotë se është sa i bukur, aq edhe me sfida. Për një veshje tradicionale të zonës apo elemente të tjera karakteristike të Gjirokastrës, më shumë kërkesa vijnë nga jashtë qytetit, si dhe nga të huaj. Kjo është një porosi, është një vajzë që është me studime në Angli dhe ajo e do për ditën e përfundimit të studimeve për këtë vit, se nuk dua të them mbaron studimet komplet apo jo, edhe ajo e do për ditën e fundit të vitit mësimor. Po ashtu janë edhe shumë porosi të tjera nga shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve të Shqipërisë, qoftë për ditët e tyre më të bukura të jetës, siç është ceremonia e dasmës, ku çifti vishet me kostumin tradicional, po jo vetëm, janë edhe të tjerë shqiptarë që bëjnë porosi për ta patur gjatë fundvitit për festimin e festave kombëtare shqiptare. Ata janë, fillimisht kanë ardhur individ, pastaj janë bërë shoqëri, dikush porosit jelekun vetëm, dikush porosit kostumin të gjithin. Ka edhe individ, se nuk duhet të themi vetëm shqiptarët, po ata si duket kanë atë pjesën e nostalgjisë dhe ndërgjegjësimi i tyre është bërë goxha i lartë. Po kemi edhe djemë dhe vajza që jetojnë brenda vendit, që dhe ata ose për aktivitetet e tyre ku bëjmë pjesë në grupe folklorike apo klipe të ndryshme të tyre, se tani na u bën shumë këngëtar dhe shoqëri që i kemi, por edhe për ceremoninë e dasmës të tyre, po jo vetëm. Përveç se çifti porosit, pjesa tjetër e dasmorëve marrin me qera. Ka diskutime, ka nga ta që vinë me fotografi të gjyshërve apo të prindërve, ditën e tyre të martesës, apo ceremoni të ndryshme fetare, që ata kanë pozuar dhe duan të bëjnë kostumin sipas fotografive që ka. Dita time është e gjatë, muaji tim është pa ditë diel në kalendar. Tani kjo që thatë ju është e vërtet që pazari e ka humbur atë, sepse të gjithë vrapojnë te leku i shpejt. Megjithatë ka interes nga individ të veçantë, kryesisht femra, për punën time, të punishtja time, kanë interes, por nuk ju zgjat shumë ajo vlaga e interesit të parë. Për të mos cënuar trashëgimin e për të qëndruar besnike modeleve origjinale, Zhulati studioi gjatë literaturë të ndryshme historike. Në Gjirokastër janë 8 zona etnografike. Të gjitha veshjet kanë vështirësinë e tyre, por teksa puna shpërblehet me falënderime, ajo për artizanët bëhet e lehtë dhe çdo ditë më e bukur.